po du veç me shtru kuptimin pak filozofik aspektin e të menduarit dhe të folurit. A mund të mendojmë pa gjuhë? A kish mujt njeriu me mendu, po mos ta kishte aftësinë e të folunit? Filozofia e vjetër e konsideron të gjuhën vetëm si një mjet nëpërmjet cilit e shprehim mendimin. Pra, idetë sipas traditës platonike ishin thelbi i njeriu. Pra, idetë, mendimet, ato janë, si me thonë, thelbi, ato janë kryesore. Pastaj gjuha është element, është si një farloj ene, që tani na kërkojmë gjuhën nëpërmjet cilës i shprehim ato mendime. Faktikisht, mendimi i vjetër filozofik e bën një ndarje mes të menduarit dhe të folunit. Njëjtë mendon Ibn Halduni. Ibn Halduni e përshkruan gjuhën si një mjet që shërben për të treguar qëllimet e të folësit. Në këtë qasjen e Platonit e Ibn Haldunit ose në qasjen e vjetër filozofike, në pyetjen se a mund të mendojmë pa të folunit, përgjigja na del po. Pra, ne mund të mendojmë, pastaj hulumtojmë një mekanizëm me shpreh çat mendim. A me gishta, a me shenja, a me tinguj, domethënë nëpërmjet elementit gjuhë. Faktikisht ky mendim e ndan gjuhën prej të menduarit. Në anën tjetër, filozofia bashkohore, filozofia moderniste, e pohon krejtësisht anën tjetër. E pohon që njeriu nuk mund të mendoj pa gjuhë. Gjuha i ndihmon njeriu të mendoj. Gjuha dhe të menduarit janë të pandashëm, nuk ndahen. Gjuha, sipas filozofisë bashkohore, nuk është vetëm një mjet, por ajo e organizon realitetin, e ndan atë në njësi dhe i jep çdo gjëje emër. I jep emër, e klasifikon, e ndan dhe e emërton.